إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Vetëm Allahun e adhurojmë, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet dhe përshëndetjet më të përzemërta dhe më të sinqerta çdo herë dhe pa ndërprerje më të dashurit të Zotit ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë pasuesve të traditës së tij deri në ditën kur nuk do të ekzistojë më kjo gjithësi. Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famadh urdhëron e thot: O ju besimtar, tregoni dhe dëshmoni frikë respekt meritor ndaj Zotit tuaj. Dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman, dhe kushdo që e pason Allahun dhe të dërguarin e tij, mundoj si triumfues madhështor. Zoti i Madhërisëm na urdhëron shumë përmes Kuranit, na urdhëron me urdhëresa që janë të patjetërsueshme për ne. Secila urdhëresë nga ana e tij është mësim dhe bekim për secilin prej nesh. Dhe një prej urdhrave më të drejtë për drejtë të Allahut, e që është imperativ kuranor, është ruajtja e vetes dhe e familjeve tona. Si thot Allahu në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. O ju që keni besuar, pra Allahu po ju drejtohet besimtarëve të tij, sepse vetëm besimtarët janë në gjendje ta kuptojnë seriozitetin e kësaj çështje. Ruani veten tuaj dhe familjet tuaja nga zjarri. Që do të thotë ne kemi përgjegjësi të mëdha në raport me vetët tona dhe familjet tona, në mënyrën se si edukohemi, në mënyrën se si avancojmë, në mënyrën dhe me mekanizmat me të cilat ne arsimohemi. Dhe duke qenë se jemi në fazën ku tani shumë shpejt do të plotësohen shumë formulare, do të regjistrohen shumë nxënës nëpër shkolla, dhe shumë prindër do të marrin vendime të rëndësishme jetike për pasardhësit e tyre, pastaj edhe për vetveten e tyre, është e udhës që të flasim shkurtimisht, por shpresoj qartësisht, rreth rëndësisë dhe vlerës së edukimit të fëmijëve tanë, pastaj edhe me disa këshilla që përkojnë edhe me rëndësinë e përzgjedhjes së shkollave, universiteteve dhe çdo gjë tjetër që ka të bëjë me edukimin e fëmijëve tanë. Para së gjithash, çdo prind është përgjegjës për fëmijën e tij, si thot pejgamberi Allahut: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej jush është përgjegjës dhe kujdestar i kopesë së tij, pra i familjes së tij. Dhe fëmijët janë amaneti më i madh dhe investimi më i vlefshëm për ne. Pra nuk ka amanet më të madh për një prind se sa fëmia i vet. Dhe nuk ka një investim më të vlefshëm për ta bërë se sa në fëmijën e vet. Andaj është e udhës që ta pyesim veten se çfarë trashëgimie po u lëm fëmijëve tanë pas. Për kitazim me ngjarjen e Ibrahimit dhe Ismailit që sapo e trajtuam gjatë këtyre ditëve të Bajramit, që përçon një mesazh të fuqishëm të edukimit të fëmijës, të raportit që duhet me kriju mes prindit dhe fëmijës, të mënyrës se si duhet me eduku fëmijën, edhe se si duhet me prodhu si një burrë, si një burrnesh, siç ka bëu Ibrahim a.s. me djalin e vet Ismailin. Është e udhës që t'i themi disa fjalë rreth asaj se sa e rëndësishme është që ne të përçojmë tek fëmijët tanë trashëgimi që nuk do të shuhet kurrë. Shumë prej prindërve sot shqetësohen se çfarë profesioni do të ketë fëmiu im, çfarë rroge dhe sa rrogë do të marr. Por sa prej prindërve shqetësohen për atë se çfarë besimtari do të jetë fëmiu im.
A du të njohë Allahun? A du të adhuroj Allahun? A du të ruaj moralin? A du të bëhet krenaria e Islamit dhe e vatanit? E tek pastaj të shqetësohet edhe për çështjet materiale që janë pjesë përbërëse e jetës. Por ajo që ka përparësi është gjithmonë ana e brendshme, ana morale, ana shpirtërore. Dhe kur ne si prindër jemi të kujdesshëm në investimin më të vlefshëm që ekziston tek fëmijët tanë, e që është imani, morali, adhurimi ndaj Allahut e kështu me radhë, detyrimisht pastaj do ta kemi të lehtë edhe që t'i orientojmë drejt drejtimeve më të mira. Është pothuajse e pashmangshme që këta fëmijë pastaj të mos kenë sukses në shkollë. Edhe në përzgjedhjen e shkollës që ata dëshirojnë që të mësojnë, edhe në suksesin arsimor brenda shkollës do të bëhen më të mirët e mundshëm, do të kenë suksesit më të larta, sepse brumin dhe burimin e kanë të shëndosh. Ambicet i kanë të larta dhe reale. Por kur ne investojmë tek fëmijët tanë vetëm ambicie materiale se si të kemi rroga të majme, e se si të kemi profesione më të dashura në shoqëri, atëherë i kemi eduku në mënyrë të mangët. Dhe kemi kriju pasojat panevojshme edhe për ta dhe për ne si prindër. Prandaj ne sot hasim në familje, sidomos ne hoxhallarët që kemi punë me popull, hasim në familje shumë të arsimuara, që kanë braktisë babë e nanë. Hasim studentë që kanë edhe suksese shumë të larta shkollore, e shkencore. Por nuk nje as babë, as nanë, as motër, as vlla, nuk flasim mes vete. Hasim në njerëz me diploma, por nuk kanë as edhe edukatën minimale morale. Prekin në nderet e tjerëve. Pra çështja parësore është trashëgimia morale, trashëgimia fetare, ajo e lidhjes me krijuesin, sepse kur një rob lidhet me krijuesin, ai do di se si të ndërtojë raporte edhe me njerëzit. Ai do di t'i vlerësoj dhe t'i çmoj njerëzit me vlera, duke filluar nga prindit e tij, pastaj nga familja e afërt, nga familja e largët, nga fshinjet dhe nga rrethi në përgjithësi. Sepse ai ka burim të shëndosh, ai ka themel të qëndrueshëm. Pastaj bota sot ka nevojë për profesionist besimtar. Ne kemi nevojë për mjek besimtar. Ne kemi nevojë për ekonomist besimtar. Ne kemi nevojë për inxhinier besimtar. Madje edhe për politikan besimtar. Madje për këtë të fundit kemi nevojë më shumë. Ne kemi nevojë që të kemi besimtar në të gjitha profilet e shoqërisë. Sepse çdo kush e përmbush atë pjesën e nevojshme të shoqërisë përmes profilit profesional që ai e ka. Ne të gjithë nuk kemi mundësi që të bëhemi hoxhallar, as nuk thet feja që të gjithë bëhemi hoxhallar, e hoxhenica, por kemi mundësi që të gjithë nga këndi profesional t'i përmbushim nevojat shoqërore, me moral, me besim në Allah, me ndeshmëri, me korrektësi, me drejtësi. Prandaj në këtë situatë, në këtë sezon të përzgjedhjes së studimeve dhe të shkollimeve të shumta për fëmijët tanë, është e udhës që t'japim përparësi besimit. Në mënyrë që të prodhojmë gjenerata që e besojnë Allahun, një njeri që nuk njeh Zot, nuk njeh as popull e as komp. Një njeri që nuk njeh Zot që e krijoi, që i dha jetën, ai për interese shumë të vogla, shumë perfide, do ta shes nesër edhe popullin, edhe kombin, siç ka ndodhur për gjatë historisë. Por një njeri që njeh Zot, gjithë botën me adhon, ai nuk e tradhton as popullin as kombin. Një njeri që e ka parasysh se përse jeton dhe përse e ka krijuar Zoti dhe çfarë kërkon prej tij, ai është më së i vetëdijshëm se çfarë pret në të ardhmen nëse i shkel parimet e tij. Sikurse është më së i vetëdijshëm se çfarë pret në të ardhmen nëse i qëndron besnik parimeve të tij. Prandaj ai fuqishëm beson se ka një ditë gjykimi ku do të shpërblehen të sinqertët, të devotshmët, të drejtët, edhe do të ndeshkohen gënjeshtarët, zullumqarët dhe ata të cilët nuk lanë parim të Zotit pa shkelur. Andaj besimtarët e Allahut, fatmirësisht, ne jemi për shoqërive që Allahu na ka begatuar me një shkollë e cila është vatër e dijes fetare, morale e sociale, e cila quhet Medreseja Alaudin. Kuadër i së cilës jam edhe unë dhe shumë hoxhallar tjerë, madje edhe shumë mjek, shumë inxhinier, shumë ekonomist e shumë edhe politikan.
Pra kjo vatër e dijes ka prodhu gjeneratat shëndosha, që këti vendi japin vetë të mirësi. Më e pakta që japin është që e pengojnë nga çdo ligësi. Nëse njeriu kur s'ka mundësi me bëj hajër, hajrin më të madh që mundet me bësh mos me bësh sherr. Dhe pe medresantëve kur nuk është dëgjuar ndonjëherë që i kanë bërë sherr këtij vendi. Kur? Absolutisht. Edhe nëse ka ndodhur në një rast i izoluar që nuk është standard vlerësues, nga se mal pa uk nuk ka, prap në fund është pendu për atë që e ka bërë. Për shkak të bazës së shëndosh që ja jep medreseja. Unë gjithmonë i kam këshillu ata që i njoh dhe me ata që kam pas mundësi me qëndru, sa herë që është hap muhabeti i çështjes së shkollimit, unë kam thonë spaku nga një për shtëpi duhet kaloj ka dyert e medresës. Spaku nga një për shtëpi duhet kaloj nga dyert e medresës. Vetëm ata që kanë kalu përmes dyerve të medresës e dinë se çfarë dëshiroj të them. Dhe çfarë vlerë ka me kalu për dyerve të medresës. Sidomos nëse keni një shtëpi për atyre që i vëmë në spikam për moralin e tyre, për interesimin e tyre për fe, për ambicit e tyre për me qenë kontribut dhënës për shoqëri, orientoni dhe këshilloni për medrese. Mos impononi, por orientoni dhe këshilloni për medrese. Ju do t'jeni të parët që do t'i vilni frytet e kësaj mirësie. Sepse aty do t'a njoh Zotin, aty do t'a njoh pejgamberin e Zotit, aty do të mësoj vlerat më të larta njerëzore, me mësime qiellore. Aty do të bëhet njeri vizionar. Prandaj ata që më shumti i kanë dhënë këtij vendi në kohët më të vështira, kanë qenë ata që kanë kaluar përmes dyerve të medresës. E i pari për ty një adini kush ka qenë, që ka kryp me tepin. Baba e Adem Jasharit, Shabani Jasharit. A e ka pas me tepin e krym, që ka qenë medrese për kohën e tij. E për ti që ka ndalë? Ka ndalë Adem Jashari, Hamza Jashari dhe gjithë familja. Pre ka janë inspiru këta me pas këtë burni, këtë trimni, këtë kontribut me dhonë, me sakrifiku këtë familjen. Wallahi për i fjallëve të Allahut. Për edhe fjallët e fundit që i kanë dhonë para se me dhonë shpirë, edhe pse po mundohen me mbulue, me tjetërsu këtë realitet, kanë qenë fjallët e Adem Jashari që ka thonë, ka qenë agjeru shumë i kanë thonë prishe se jenë luft, rrethonat janë që ty të lejohet me prish. Ka thonë, s'm ka Zoti faj që më kanë hypë qafë mushkijet. Unë me Zotin jam mirë, unë s'do më prish me Zotin. Pra çdo herë fjalët e Zotit, çdo herë para vetes Zotin, Zotin dhe Zotin, sepse nuk ka më të mirë dhe më të vlefshëm se sa kjo. Normalisht, unë nuk them që të gjithë shkojnë medrese, sepse një gjë e tillë është e pamundur, as medresia s'ka kapacitet me i përfshit gjithë, por ata që i njihni pe familjarëve tuaj, edhe vreni të këta interesim të mjaftueshëm, edhe vlera e tipare të frytshme, që nesër mund me qenë bartës të emaneteve të Zotit, edhe si hoqë, edhe si hafizler, edhe si dietar, edhe si mjek, edhe si ekonomist, edhe si jurist, bëjeni një gjë të tillë. Sepse vendi ynë ka nevojë. Një vend ku ka profesionist të fushave të ndryshme, për s'ka hoxhallar, s'ka thirrës, është i predispozuar që të humbë, është i predispozuar që të shkatërrohet. Pse? S'ka këshillues social, që ja kujton Allahun, kryesorën. Por në anën tjetër, në një vend ku ka vetëm hoxhallar, vetëm thirrsa për rrugën e Allahut, por s'ka profesionist të lëmive tjera, është i mangët. Prandaj, jetëshkrimi i Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam dhe i sahabëve të tij na mëson se vetëm kur ne i bashkojmë idealet tona, forcat tona dhe i shfrytëzojmë aftësitë dhe mundësitë tona, mund të ndërtojmë një shoqëri të shëndosh, që do të bëhet shkak i udhëzimit të gjithë njerëzimit, ashtu siç e kanë vepruar ata. Prandaj tek sahabët ke pas besimtar që nuk ka qenë i aftë për me mësu Kur'anin përmendsh, por ka qenë i aftë me përkthy. Ke pas për atyre që kanë qenë të aftë me bë tregti, ke pas për atyre që kanë qenë të aftë me luftu. Pra varësisht nga prirjet që i kanë pas, i kanë orientuar aftësitë dhe mundësitë e tyre në shërbim të njerëzimit mbar. Jo vetëm në shërbim të Mekës, apo të gadishullt arabik, por në shërbim të gjithë njerëzimit. Prandaj e kanë ndryshuar njerëzimin me nurin e Islamit, dhe e kanë avancuar në gjitha aspektet fetare e shkencore. Dhe për këtë arsye, periudha e mesjetës
është e errët për jo muslimanët, por është e artë për muslimanët, sepse muslimanët në këtë periudhë kanë qenë në kulminacionin e arritjeve shkencore. Edhe i kanë dhënë aq shumë njerëzimit, sa që sot bota mahnitet me atë që ka kontribuar feja islame përmes bartësve të islamit, siç janë sahabët dhe gjeneratët e arta pas tyre. Andaj besimtarët ndershëm, lutim Allahun që këtë medrese ta ruaj përmes nesh, përmes kontributeve tona, mbi të gjitha ta zbukuroj atë me kuadrat shëndosha, të cilët do t'i japin prej aftësive dhe mundësive që i kanë këtij vendi, çdo herë me Allahun para, e pastaj me kontributet e tyre që i ndërtojnë mbi moral, e me ambicje të larta për të qenë qelës të hajrit edhe mshelës të sherrit. Lutim Allahun e plotfuqishëm që t'ju ruaj kudo që t'jeni, t'ju begatoj nga të mirat e tij pe nga nuk e prisni, dhe të na mundsoj arritjen edhe të shumë bajrameve tjera, me fat ju qoftë e gëzofshi për shumë mote. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.